5 mësime praktike që marrim nga Zanafilla 6. Mjekët thonë se sëmundjet më të rrezikshme janë ato që nuk të dhëm asgjë në fillim. Tensioni i lartë, sheqeri. Ndihet mirë për një moment, haj, pi, bën plane. Por brenda diçka po shkatërrohet. Kështu ishte edhe brezi i Noeut. Hanin, pinin, martoheshin, dukeshin mirë nga jashtë, por zemra atyre ishte e sëmurë për vdekje. Zanafilla 6 është si një ekzaminim i zemrës, zbulon të vërtetën dhe tregon edhe rrugën e shërimit. E para, ki kujdes me kë lidh jetën. Bashkimet e nxituara, pa lutje, pa Perëndin, sjellin pasoja. Pali e thot qartë, mos hyni në një zgjedhje bashkë me të pabesët. E 2 Korintasve 6:14. Nëse po zgjedh bashkëshort, lutu Perëndis. Mos shiko vetëm me sy, bukuria pa besim ndërton shtëpi mbi rër. E dyta, mos e nënvlerëso zemrën tënde. Vargu 5 nuk flet vetëm për ata të këqinjt atje lart. Flet për zemrën njerëzore, timen dhe tënden. Kush i di që zemra e tij mund ta tradhtoj, e ruan atë me kujdes, e mbush me fjalën e Perëndis dhe nuk i beson verbërisht çdo dëshire që ndjen. E treta, mos e pikëllo zemrën që të do. Mëkati yt nuk thyen thjesht një rregull, trishton Perëndin, Efesianët 4:30. Kur e kuptojmë këtë, motivet ndryshojnë, nuk i shmangemi mëkatit nga frika, por nga dashuria. Ashtu si fëmia që e do të atin dhe nuk dëshiron ta shohë atë të derdhlot, kështu bëjmë edhe ne. E katërta, mos e humb kohën e hirit. Noeu pati 120 vjet, ti nuk e di sa ke. Ja tani koha e pëlqyer, ja tani dita e shpëtimit, e 2 Korintasve 6:2. Nëse ka diçka që po e shtyn, një kthim tek Perëndia, një rrëfim, një pajtim me dikë, bëje sot. Dera e arkës ishte e hapur, por jo gjithmonë. E pesta, bëu ti Noeu i brezit tënd. Një njeri me hir mjaftoi në brezin më të keq. Mos thuaj koha është shumë e errët për të jetuar me besim. Pikërisht kohët e vështira bëjnë dritën më të dukshme. Në shkollë, në punë, në lagje, ti mund të jesh dëshmia se hiri i Perëndis ende gjendet për çdo që e kërkon. Paqja dhe hiri i Perëndis qoftë me gjithë secilin prej jush, dhe Zoti ju bekoft.